në zemër të zonës bujqësore, aty ku puna dhe përkushtimi ndërthuren çdo ditë me natyrën. Fermeri Arben Marra ka ngritur një sipërfaqe prej 5 dënymësh sera të mbjella me shalqinj. Një investim që kërkon mund, durim dhe përkujdesje të vazhdueshme, por që sjell edhe kënaqësinë e prodhimit vendas cilësor. Prej vitesh i angazhuar në bujqësi, Arbeni ka zgjedhur të kultivojë shalqiri në kushte të kontrolluara, duke siguruar një prodhim më të ershëm dhe më të mbrojtur nga kushtet atmosferike. Çdo ditë nis herët për të kontrolluar temperaturën, lagështinë dhe gjendjen e bimeve, duke u kujdesur që çdo rrënjë të marrë vëmendjen e duhur. Puna në sera nuk është e lehtë, ajo kërkon dije, përvojë dhe investim të vazhdueshëm. Megjithatë, rezultatet janë premtuese. Shalqinjtë e rritur në këto sera dallohen për cilësinë dhe shijen e tyre, duke u kthyer në një produkt të kërkuar në treg. Arbeni synon që përmes punës së tij të sjellë produkte sa më të mira për konsumatorët, ndërsa vazhdon të zhvillojë dhe zgjerojë aktivitetin e tij në të ardhmen. Të nderuar teleshikues, ne sot kemi ardhur në Kozare të Kuçovës dhe konkretisht në fermën e zotit Arben Marra, i cili e ka mbjellë me shalqinj dhe ka një sipërfaqe të konsiderueshme. Atëherë këtu jemi me zotin Arben Marra, fermer në Kozare. Atëherë si jeni, si e kalon? Mirë, edhe mirë se erdhët në parcelën time. Faleminderit. Atëherë juve keni mbjellë shalqinj. Apo sa dëlym keni gjithsej? 12 dëlym shalqinj. 12 dëlym. Këtu keni, sa dëlym keni këtu në sferë? 5 dëlym sera. 5 dëlym sera. I keni mbjellë. Këto sera i keni t'juaj, apo i keni marrë? Jo, sera keni marrë të marrë me qera. E keni marrë me qera. Sa vite keni që i marrë me qera? E këtë vit filluam që i marrë me qera sera. A këtë vit, Në jo, këtë vit keni filluar që keni mbjellë shalqinj. Shalqinj ka mbjellë në arë. A ke mbjellë në arë? Zanaci. Viteve tjera, pra domethënë jo ja ke idenë, domethënë je bën mjeshtër për kultivimin e shalqinit, specialist i vjetë për shalqimin. Po. Atëherë, domethënë besoj që keni marrë fidana dhe i keni mbjellë. Kur i keni 650 lekë një fidan. Një fidan. Kur i keni mbjellë? E keni mbjellë këtë shalqimin këtuja me 17 shkurt. 17 shkurt, domethënë afërsisht 2 muaj. Për 2 muaj. Kanë filluar lidhjen, ne? Po, ka filluar lidhje, kokrat e para ka filluar. Edhe të para. Jo, se po janë të dyta. Po. Po do vëmë ndëva dhe shikosh se po ka më të mirë. Po do vëmë lart. Atëherë, nga përvoja vitit, se këtu jemi në serë, nga përvoja vitit kaluar në fushë, sa keni arritur dëlym? Ajo varet, për shembull nga varietetet. Për shembull Grisby ka arritur deri në 120 kujtare. Florida ka arritur deri në 80. Opla ka arritur deri në 100. Kurse këto në serë, se kemi provuar, jemi për herë të parë. Dhe se dim se sa do vejnë, rezultati prodhimit. Është i njëjti, keni të njëjtin varietet. I njëjti varietet. 12 dëlym, i njëjti varietet. Edhe në fushë të lloj keni mbjellë? Jo, në fushë kemi mbjellë nga Grisby, Florida, Opla. Janë 3 varietetet. Në çfarë distanca që keni mbjellë këtu? Këtu bima nga bima është 1,20. 20. Kurse rreshti nga aty midis bandjerëve 2,5, nga këtu deri këtu është 3. 3, po, domethënë kjo 3. Këtu është 3. Është hapësira këtu, është 3. Atëherë sa bimi bie kështu për dëlym? Këtu janë mbjellë në të gjithë sipërfaqen që prej 12 dëlymësh janë mbjellë 3.800 bimë. 12 dëlym. 3.800 e bie ka 320. Rajnë më duhet të bie. Ato në si distanca dhe rrushit apo se. Po, domethënë se çem personalisht. Po. Po gjatë kësaj kohe, çfarë shërbime si keni kryer deri në këtë fazë? Tani neve deri në fazë sot për shembull marruam çekankën për së dyti. Keni ku e bani që? Çekanka Rreth studja e majs, edhe janë të studja e majs, kur fillon që e le kokrën, e si shka le kokrën atje, aja kokrën se mbanë, se një të dështoj. Si në kokrën? Këte. A nuk e manë? Nuk e mbanë atë kokrën. Se ka marë ajo atë rrugë. Po? Adje, kurse ka kokë dhe këtu.
Ne do shpresojmë për këtë kokër. Ma poshtë, ka kokër. Ka kokër më poshtë. Mund ta mbaj dhe atë. Po mund edhe më sa mbaj. Tani kështu që kanë ju tani prej. Po, edhe në fundë maje, këtu. Ju të maje atë. Se vret për maje. Po, që kanë tani keni bën apo keni bën edhe më E përpara? kam bërë dhe dorën e parë. Kjo është e dyta? Kjo është dora e dytë. Që e themi mos kaloj me pasaj se fillon edhe mbushet dhe gjithë si përpaqe. Këto pastaj i afroni këto apo i Këto kur të fillojnë vjelja, themi që do devijohen, që të hapi një rrugë këtu, që të marrësh kofra do dyja anë, edhe pa nxjerrësh këtu që të vinë kofra deri këtu në anë. Po. Ja shohim se më ran sy një kokër. Ajo se Një kokër dhe se thash do dhe më sa do kjo? Ajo kokër, ajo kokër mund të arrijë deri në data 20, 15-20 maj. Nëse kokra të janë të lapë, mund që do arrijnë të venë që më përpara. Të bëjnë për shumë të i goshere natyrale. Te ke vendos me qëllim gjemimi? Po, për të bërë fjalënimin, Po, që të mbajnë shaltiu kokrën, kemi vendosur bletën natyrale. natyrale. Tani me qëllim që të punojmë bleta në lule mashkull ose vegetative, Po, edhe për mbajtjen e kokës. e kokrës. Po, kjo e plotson gjithë sipërfaqe? Po, përderisa flitet që në një koshere blete, mund të ketë deri në 1000 ose deri në 3000 miza, atje mbi 300 apo 600 bletë janë punëtore. Edhe kështu që sipërfaqja, Sipërfaqja mund ta është sipërfaqja, kështu që Te ke bleti apo ke pas po e bleti? kam blerë, Ke blerë, e kam blerë. Po. Bletën e kam blerë, bile se kam blerë në mollas. Kjo është bërë që kanka, po, nga lastart e parë, urdhëroja ku është, edhe i bie në gjetën e 7 ose të 8. Në gjetën 7-8, Po. Po. Dhe këto janë frutat. Kjo dekë llastar mund të lçojë tjetër në Jo, kokër? Ky nuk lëshon me, sepse të tërë është rritë, se ka marrë kjo ushqimin e ushqimin. mban kjo. Po. Atje. Edhe këtoja janë, ja si se shikon veti, kjo është në gjetën e 5 ose të 6. Po, ai aty është sjetullori nuk është kryesor, Po. dhe ka bërë lidhjen. Pyetja goxha, kjo të vinë më shpejt. Po, Pse? gjithë kjo parcela nga këtu, me fjalë nga aty edhe këteja, themi që do dalin më shpejt se këtej ka. Sa kilogram mund të vejë kjo, mund të vejë në to kokë? Neve Mesatarisht, domethënë, jo, që ke pas ti vjet, Se si këtu vjet, ka si vjet Këtu ndryshon. tani për shembull në bazë të asaj që bërëm neve sot për shembull një numërim, si mas bimve, këtu është i takon që një rej mund të ketë një kokër, mund të ketë dhe 2. 1 dhe 2. Edhe kjo kokër. Kjo goxha. Ky reshi që ka me kokrën më dha. Po, Po, të dhe gjitha këne, nga këtej, komplet, që ka i nga kokrën aty madhe. dhe andej, komplet. Perimi, ujitja. Po, Qa perimi ke bën, qa spërkatje. Spërkatje nuk kam bërë atë, Po? diskutova sot tani, nuk di çfarë do më thot agronomi, Po? atje për, se me që është bleta, Po? duhet të përdor tani për merimangën, se gjeta atje edhe pash si shqetësim, Po. bimën. Edhe çfarë do më thot ai tani, atë do bëj spërkatje, se deri tani unë nuk kam bërë spërkatje Nuk e pa futur. Po, trajtime, futur bletën? po, trajtime me ushqim. Ushqimun Çfarë deri ke tani përdorur? kam përdorur që kam hedhur plus rrënjari do fillim, kam hedhur 15-30-15 për mbajtjen e frutit. Me përqindje fosforit. Që ka dhe fosfor, Dhe po, këtë ka fosfor, shumë, po. edhe azot. Azot, fosfor, 3-15? jo, 15-30, 15. 30 do t'jetë fosfori. po Që fosforit. ka përmbajtje të lartë fosfore. Fosfor për mbajtjen e Sepse tokat tona në zakonisht janë të varfër në fosfor. shumë, Ah. shumë. Domethënë këto shërbime edhe çekankat që ke bërë. Edhe që kankën, po, plus vaditja pasaj. Po ujitën si e bën ujitën? Vaditjen, Sa herë? Domethënë kur e mendon? Në këtë fazë tani është për shembull që duhet vaditja duhet shembull një herë në 2 ditë. Jem 2 ditë i bën Ti vaditje. bësh vaditje. Sa mund t'i bjerë për çdo rraj ujë? Domethënë si llogarit. Neve llogarisim shembull që një pikë mund të në orë mund të çojnë 4 litra ujë.
Atë ti domethënë jep 4 litra ujë, a? Në orë. Në orë. Kurse unë për shembull mund të jap deri në 8 ose 10 litra. 8 deri në 10 litra. Po. Sepse është temperatura e lartë brenda amserë, jemi brenda amserë, nuk jemi në arë. Po. Ndryshon ara. Edhe pasaj ndërpret edhe sa ditë le pasaj? Mbas duket vetë ajo, ta tregon vetë bima atje, për shembull kur e do ujin. Po. E le 2 ditë, vjen pasaj i fut prapë ujin. Aty në kryet javës i hedhin pleun. Njën në 7 ditë, po. Po me të sistemin e ujitjes, keni në i depozit që... Kemi 2 fuqit atje, që te pompa, ku e trazojmë pleun edhe. E thiti me anë pompës. Po ple organik keni përdorë, Beni? Këtu, te kjo serë, jo. Këtu neve kemi përdorur glas të kombinuar nga ajo, dhe 3x15 të përzirë, para se të mbillësh shalqiu. Po. Në gropa? Po, jo, direkt në resht. Direkt në resht. Direkt dhe në resht. Pasaj kemi shtri plasmasin e zi. Pasaj keni bën mbjelljen, a? Po, pasaj kemi bën mbjelljen. Shumë mirë. Ky është fidani. Po. Ky është dhe prodhimi këtej. Te ky prodhim shpesojmë. Nga aty deri atje. Legjendën e ke shumë të mirë, domethënë edhe nga paraqitja në gjendje shëndetësore, domethënë këto janë shumë të mira. Për momentin. Deri tani për momentin shifet edhe ngjyra, shifet domethënë edhe në total domethënë. Kur thonë ne të hanë syt domethënë. Bima. Po. Ka i hardisje të bimëve. Bima deri tani tash u ka ardhur në paraqitje të mirë. Po. Në bazë asaj që është mbjell. Po. Se 2 muaj pas nesër bën. Edhe mbjell shalqiu në arë. Po, edhe tokën e ke shkëstuar. Po, tokën tani sa po e frezuam. E bën freza, jo tani e bën frezë. Tani po i ka të mbledh edhe sarë di. I kisham mbledh lastar. Ndodhëm lastari, për shembull këtë e quam këtu, bërëm frezën. Edhe hap. Unë i mblithja, groja nga mbrapa e hapte. Djali bën me frezën. Bravo. Kjo është puna. Po këtu midis këtyre bonin e prashitje. Tu po e kemi kaluar me kasëm. Me kasëm, a? Para se të bëni frezën këteja, po e kemi bërë prashitjen me kasëm. Me kasëm. Komplet. Tërë mezet, sa janë bandjerët kemi punuar me kasëm. Po. Edhe mezet. Se i shfrytëzuam këto mezet neve. E kuptoj. Patëm të mbjella. Patëm qik salat jeshile këtu në këto mezet. Me zorra, me sistem vaditja dhe salata. Nëse kështu keni pa llogarit tamam jo që tjetë 2 rjeshta dhe këta tjenë të 2 këtu. Po, këta tjenë qik më afër, edhe janë kurse gjerësia tjetë këtu janë me qëllim që do mblidhet lastari kështu dhe qofse ka kokër, edhe kjo kokër që do vilet, si janë dhe edhe këti do dali këtu. Se po ti mjellë këtu rjeshin ke shtyllës të diltet freza ma tonë. Po jo, nuk të deltë. Llogaritet. Thasha dhe kemi llogaritur që nga këtu, deri atje jep shembull bima nga këtu dhe deri atje është 2 metra gjysmë. Nga këtu dhe këteja është 3 metra. Po, me qëllim që këtu të shkelesh dhe kur bëhet vjelja, tamam. Të dali kokra aty, na të shesh. Këtu gjithmonë do bësh një pasim me kazëm që ose do ke. Po tani po të hapet shalqiu që të mbushet kështuja, prapë izolon ai barin. Atje pam gjithin kokrat më të vogla. Këto më të mëdha, një herë që i keni mbjell të në një ditë është mbjell, po thashun ajo është tokë më e lehtë, dhe toka më e lehtë e ka marrë fuqinë më tepër bima. Këtu tek toka më e fortë, më e ashpër si tokë, e djoni ka ecur më pak bima, edhe e ka lidhur frutin. Ka lidhur frutin. Kjo është arsyeja, apo? Po. Kjo është arsyeja që del ajo. Edhe vaditin që po e bëjmë tani për shembull, po e bëjmë nga bleta dhe këteja, e lem 2 orë e gjysëm, nga bleta dhe ndë e lem 1 orë e gjysëm. Mund të mbajnë, mund të arrim, shembull maj 2 kokra këtej, 2 këteja, lastari, shembull te gropa. Që se maksimumi është, ai që është fermer ose ti që je agronom, e dion bima nuk mund të mbaj më shumë se 3 deri në 4 kokra. Edhe po që se jezën asi duhet ta llogaritësh për shembull në bazë të numrit të bimëve, po morë për shembull 15 deri 20 kilogram për rej. Del atë që ai që është agronom. Edhe po të çoj shumë ajo duhet heqë. Po, se mban vetë ajo. Se mban vetë, e lëshon vetë pas ajo. Le tjetë kaq sa grushti e lëshon vetë.
Nëse ajo ka arritur 3 kokra se 4 si ajo, mos si nuk e mban vetë. Po, e rallon vetë. E rallon vetë. Po bene kjo ka qenë bjell domate vjetë? Se ka pasur po domate. Jo këto i kanë vënë unë se që me latë salatu. Pata latë salatu, ajo kokra. Vogël dhe edhe I vinja 10 metër e tuneli. I ke pas salat, pastaj Po, vole këto, ha? Tu hequr ajo pas një javë, se kisha prositur fitare. Edhe se po shoh këto instalimet e këtyre. Bilat po. Pra ti o prodhimi dytë që Po, unë hoqa lakrën, edhe në 17 shkurt asaj fillova më shërqiun. Ku e çove lakrën? Ke ku shërqiun? Në te një gaz havaja në Divjak. Po, shërqin, ku I shërqin? Shërqin tani se dim. Shikojmë. Thonë se për jo. Ato terenit vini 4 hektar, për shembull. Si këta që kanë pika dhe djondi, po vini në arë, vini dhe vjen trale në terra ato ja, edhe e nxjerr. Kurse për to seljet akoma me njëri, e? Për të lidhur nuk jam lidhur, po the më shumë si mbas të themave të njerëzve që mund të hajë tregu brendshëm më shumë se sa I huaj. Se sa tregu jashtë. Sepse tregu jashtë do të çmimi më të mirë. Vjetë sa vojt mesatarish kilogram? Unë këtë vit nuk mbolla, se si isha këtuja, isha dhe djali në Amerikë, si vjetë, si u ktheva në Amerika, mora do serat dhe qera. A ke qenë në Amerikë? Po, isha dhe djali. Je kësërë? Isha këshu e me vizë, vajna. Po, me vizë. Djali edhe. Po, është ajo. A këtu dhe këtej, tani fillon bima me shëndeshme. Fruta më të vegjël. Ka fruta më të vegjël edhe ka më të rralla, se tani është ajo në fazën e lidhjes. Aja shifet bime fuqishme, por frutat e vegjël. Më të vegjël. Bene, ju thatë që keni të 5 dëllëm, dhe atje sa kishë 7 dëllëm. 7 dëllëm. Me çfarë fuqie punëtore për vëllë? Unë për mbjellje ka marrë disa gra, edhe për punimi këtu me kasën për banerë, po, pra ka marrë deri në 4-5 gra. Se kankën e ke punë? Se kankën e kam bërë unë, djalli dhe gruaja. Se nuk ja di tjetëri. E kuptoj. Se të specialistët. Po, një fjatë dhe ma vonë mund të duhen për vjellet të saj. Po, vjellet të saj mund të duhen 5 deri 6 çunat fuqishëm. Fuqi punëtore ti ke përdor ose kërkon në momentin që vjellet dhe në momentin që do të vjellet. Në momentin do vjellet. Proceset tjera I kryen si familje. Unë, gruaja, djalli. Nëse kemi prevuar në njërë në serë, po që ka the që nuk do shumë fuqi punëtore. E do fuqin punëtore thash për ditën e mbjelljes, edhe për ditën e vjeljes. Po. Kjo është fuqia punëtore dhe çarqit. Po t'i madhe të gjitha kështu. Se unë kam në një veti, në kokrën e sharqiu dhe ngrem e kem. Kështu. Dhe ngrem kështu. Në thoshti pse ngrijet kokrën kem. Po. Se ti je agronom, unë jam fermer. Po. Kokra me e bukur, E pures kështu në kem. bëhet e gjithë e rumullak. Nuk shtypet, po të rrinë poshtë. Edhe del tamam, themi neve vezë pule. Vezë pule. Një gje e bukur, bishti I rri lartë, e djondi dhe kokra hesën lartë, edhe bëhet një gje e bukur. Edhe kur e konsumojnë është uniforme. Po, është uniform dhe Edhe e gjithë bëhet flak e kuqe kokra. po, se kur është ajo. Ashtu nuk e zëdia. Shumë e vërtet, domethënë. Dhe kjo është një gjë. Quhen bën bargallat që thonë ata seksion të mëdha. Se kjo është ashtu. Një shumë bukur. Dhe sharqiu duhet punosh ja. Po ta lesh ashtu sa bukur vjen kokra. Qëndron në mënyrë vertikale. Në qëllim që mos krijojë deformime. Po krijojë deformime, krijon deformime dhe në tul. Edhe ajo thashë, ngrihet kokra në kem. Shumë mirë, ka bëjt ajo. Të punë, unë kam vite thash. Atë në që në dojtët në ishim të kësera e zotit Arben Mara në Kozare të Kuqovës, I cili kam jellë 12 dëllëm shakni ose 1.2 hektarë shakni në sera. Gjendja është shumë e mirë, si që edhe do ta shikoni në program. I ka I bën një punë të shkëlqyer dhe ne si televizion, edhe unë si agronom që jam,
E falenderoj për punën që ka bërë dhe ju uroj suksesin. Faleminderit shumë, e lumshin këmbët, edhe hasin gjithmonë, edhe ndihmoshin serverët me fjalën tuaj. Faleminderit. Atëherë, ne tani do vazhdojmë tek një fermer tjetër, i cili ka mbjellë spece për ta ndërgjuar programin. Prej më shumë se 30 vitesh, i ka qëndruar besnik punës në bujqësi, duke kthyer serën e tij në një burim jetese dhe përvoje të çmuar. Me përkushtim dhe punë të palodhur ndër vite, ai ka eksperimentuar me varietete të ndryshme kulturash, duke ju përshtatur gjithmonë kërkesave të tregut dhe kushteve klimatike. Këtë vit, në një sipërfaqe prej një dënymi, Zyberi ka zgjedhur të kultivojë speca, një kulturë që kërkon kujdes të veçantë dhe përvojë në menaxhimin e serës. Ai tregon se çdo sezon sjell sfida të reja, por edhe kënaqësi kur puna shpërblehet me prodhim cilësor. Por puna në sera nuk ndalet me kaq. Menjëherë pas përfundimit të sezonit të specave, Zyberi ka planifikuar të vijojë me mbjelljen e domateve, duke shfrytëzuar maksimalisht çdo hapësirë dhe çdo stin të vitit. Për të, sera është një cikël i pandërprer pune, ku çdo kulturë hap rrugën tjetrës. Përvoja e fituar ndër vite e kanë bërë atë një fermer të aftë që ditë të përballet me vështirësitë dhe të vazhdojë përpara. Historia e Zyber Berzeshtës është një shembull i përkushtimit dhe dashurisë për tokën, një dëshmi se bujqësia mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të jetës në zonat rurale. Atëherë këtu jemi në serën e fermerit Zyber Berzeshta, i cili e ka mbjellë me spece. Po flasim që jemi po në kozare, të Kuçovës. Domethënë, komshim atë që kishe Shaxhin. Atëherë, sa spece keni mbjellur? Kemi mbjellë i dylym specë, i dylym e kemi mbjellë domate. I dylym spece, i dylym tomate. Pa kemi. Sa vite keni që përdorni serë? Unë kam nga nga dhe 6. Pas e goxha se bie 30 vjetë? 30 vjetë fiks. 30 vjetë. Po. Po me që i ke kultivuar vitet e tjera? Domate, speckë, trangull, pepër, veçantë. Ke pas një vërtit. Jemi ushqyer, se aj sa kam une, serë është sa për të... Këte tokën tu e keni blerë, thatë? E kemi blerë. E tani e keni tu. E kemi tu. Po pas specave, qarë dhe njërë? Qarë keni dhe njërë? Domate të dytë, e mjedhëm gusht. E mjedhëm gusht, domate të dytë. Kur vjena e gjithikë? Ajo, fillon tetor, pjekja. Fillon, 10-15 tetor. Po se na gushti në tetor 3 muaj. Jetëm shpejtë dhe. Dhe to specët, qarë lojë? Kjo të 7 mish, që kërkon tregu sot për sot, për eksport. Lushje ma po? Lushje, po e marrin tregtar tu e çojnë lushjet e pikat. Në për pikat që. Vjetë patë specë? Apo jo? Jo, pata domate vjeta, si vjetë nga specë. Punoj me tregun e pranzën më shumë. Jo keni në 2 parcela, ha? 2 parcela. Edhe këtu? Edhe ndaj specë. Të shikojnë. Sa shërbime që keni kryet deri tani domethënë? Po shërbimet në më ndryshme dhe prashitje, ujitje, një 3 ditë. Plerim. Plerim, Plerim nëse e boni nëpërmjet me pikat, nëpërmjet. E futin fuqi atje. Fuqit atje dhe... Sa e i perojnë? E perojmë një 4 ditë, 5 ditë. Si mas nevojës të bimës. Sa parashikohet marsh? Po, parashikohet 30-40 kujtalë të spetka është si një bimë gjë. 30-40 kujtalë, për këtë? Për dylym. Për dylymin, e? Për dylym. 30-40. Të delë vërdia do në po varet në qenë? Po shemi ambuk. Ajo leverdia e këtyre është të kesh 1 hektar. Atë kesh sipërfaqe. Dhe shpenzimi është mi mas. Ti s'ke sipërfaqe, kena mend të zjerosh apo s'ke? Jo, unë merrem me shaqin shumë. Punoj me shaqin, kam vite që punojmë shaqin pa shartezë. Shaqin fush? Sa, si vjetë ke mjellë? Kam mjellë këtu poshtë. Sa dylym?
Kam një 8 vite. Do se goxha, ku i ke? Pjepër edhe këtu poshtë. Pas atjetje, më thonë. Edhe të mbrapa, parcel tjetër. Po punoj vetëm pa shartesë. Aty pas e goxha ti? Mirë. Kur të shitnin lushit. Jo, vine marrin tregtar tu. Të nderuar teleshikues, siç edhe në ndoqët, ne sot ishim në Arvales, Kozare, tek 2 ferma. Një që ishte mjedh me shetqin, edhe në fermë që është mjedh me spetë, po ka dhe shetqin në fush. Pjepër. Ne në emër televizionit Belësh TV i falenderojmë për punën e madhe dhe të palodhur që kryen këto fermerë. Atëherë, ky ishte edhe emisioni i sotëm. Faleminderit për vëmendjen dhe miru takoshim në emisione tjera.